muzika është vetë matematikë, sepse po të ndalemi thjesht duke analizuar gjithçka na rrethon, çdo gjë që ne kemi të bëjmë është vibrim, edhe nëpërmjet vibrimit kemi një frekuencë, e cila në lartësi të ndryshme në bazë të prekjes krijon lartësi të ndryshme të frekuencave, që frekuencat përkthyer janë tingujt e të tjerë, nuk vim pa u futur në detaje. Por në një lloj forme është matematikë, se secili ka çdo frekuencë ka lartësinë e tij, çdo tingull ka. Dhe duke marrë parasysh aspektet akustike, ti ndërton një sistem i cili është i bazuar në lartësit, në nota muzikore, ku secila notë ndërthuret me njëra tjetrën, ndërvepron në bazë të këtyre rregullave lëndëve dytësore që tham, që bëjnë atë që një krijim të ketë disa aspekte duke nisur, sepse nuk është vetëm çështja e muzikës e vendosjes së notave. Aty vështirësia është që ti në një krijim bosh të nisësh një lloj arkitekture muzikore që në një moment caktuar do të ketë një kulminacion, ose do të ketë një moment në të cilën një ngjarje historike, personale, një ndodhi, një ide, nuk e di, pra të shkruash një histori me nota. Një fjalë të përkthehet në është ai momenti që ne na e bën zemra shumë pambam. Në një veprim emocional. Për shembull, mund të marrë për shembull madrigalet e Monteverdit, që janë disa vepra për vokal, për zë, të cilat janë të shkruara mrekullisht për vokal dhe kanë një natyrë jashtëzakonisht shumë të bukur për sa i përkthehet përkthimit të ndjesive, po jo vetëm të ndjesive, të gjithçkaje që na rrethon e personifikuar në tinguj muzikor. Pra, nëse un flas për Zotin, fjala Zot aso kohë kishte disa tinguj, disa nota që kompozitorët i referoheshin, ose për shembull fjala vdekje, nëse marrim gjithmonë nga gjuha italishte, morte, për të muzikuar fjalën vdekje, kompozitorët zgjidhin disa lartësi notash, të cilat kanë do të thuash të lutem cilat janë këto nota dhe lartësi notash që zgjidhin ata konkretisht. Duke shpresuar që do i kuptojnë. Janë për vdekjen ose për Zotin një gjë shumë e thjeshtë për ta shpjeguar, sepse quhen intervale disonant, të cilat krijojnë një lloj disonance, jo konsonance me njëra tjetrën, dhe janë të ndarat intervale në konsonancë dhe në disonancë. Kjo disonancë është bezdishe në një kontekst ku çdo gjë funksionon relativisht këndshëm për një vesh të publikut. Por ajo disonancë është e vendosur aq bukur atje sa që nuk është gabim. Thjesht është një moment i cili vjen ndryshe nga gjithçka e cila nëse nuk të bezdis, po them, kur ti e dëgjon. Jo, është për veshin aso kohë është një gjë që është ndryshe nga është ai momenti i papritur që të vjen një ngjarje. Ndërkohë që për shembull që të lë pezull për një çast. Mund të marrim fjalën gjarpër që në kompozitorët e asaj periudhe gjarprin ishte pothuajse shumë shpesh gjendej fjala gjarë për serpente për të përshkruar një histori e cila ishte lidhur ngushtë me tradhtin, me aspekte të tjera, si gjarë, personifikonte tradhtin e të tjerë. Dhe për ta muzikuar, kompozitorët gjithmonë në partitur dhe nga ana grafike, por edhe nga ana e tingëllimit të notave, zgjidhin që të rrethoheshin gjatë notave të cilët ngriheshin dhe uleshin në një formën e një gjarpi. Qoftë nga ana muzikore, si mund të jetë tarariti tatatiri tatatiri tatatita, mund të ishte kjo e muzikuar dhe me tekstin serpente e të tjerë. Dhe grafikisht, nëse e analizojmë, që quhet ky aspekt quhet edhe madrigalizëm, ku ti vendos, për shembull, një shembull tjetër është nëse tek madrigalet e Monteverdit ne do t'i këndonim diellit, i cili në italisht është fjala sol, por sol është dhe nota sol në vijën e dytë të pentagramit. Është dhe radio sol. Por sol, dielli është dhe drita e syve.
Dhe për të përmbledhur të gjithë këto aspekte në një poezi që fillon të Il sole dei tuoi occhi ose occhi dhe sole që e përmblithen në një fjalë, mund të marrë dhe fjalën occhi që janë sy. Dielli i syve, drita e syve. I përmblithen në një kontekst që quhet madrigalizëm, që ti jep formë grafike tingujve dhe shprehive apo dimensioneve të ndryshme të natyrës. Për shembull, nëse do përmendja syt, sole del miei occhi, aty ku do të ishte fjala occhi, sytë, do të zgjidhja detyrimisht notën sol për të vendosur një notë muzikore, e cila grafikisht është me vlerën 4/4 muzikore, është një rreth, edhe 2 rreth në pentagramin, në vijën e 2 të pentagramit, 2 rreth grafikisht janë 2 syt, kështu që për të realizuar këtë gjë, por kjo gjë duhet të përputhej edhe me teknikat e tjera, sepse vepra muzikore mund të ishte për 4 zëra. Dhe sa herë vinte fjala occhi në mënyrë vertikale me atë çfarë ndodh tek zëri tjetër, duhet të ishte i kujdesshëm që mos kishte një përplasje me diçka tjetër. Kështu që këto teknika shtohen dhe bëjnë që vepra të jetë sublime, ynore, mistike, të cilët sot ne analizojmë në këtë kontekst. Dhe pikërisht kjo punë e cila ka të bëjë me atë që quhet kontrapunt, që nga latinistja vjen puntus contrum puntus, pik pas pike, është gjithmonë ky procesi, prandaj thash e shkollës, i cili pik pas pike ti kërkon që të vën një pik pas një pike dhe është aq e detajuar që deri në fund këto pikat të mblidhen dhe të bëjnë atë që quhet një kompozim perfekt të kësaj natyre, për sa i përket kontrapuntit. E more vesh ç'është muzika. E jashtëzakonshme. E more vesh ç'është muzika. Shumë të bukura këto shpjegimet. Me librat si ke punët? Lexoj shpesh, tani nuk kam kohë të them të drejtën. Por kur të gjesh kohë, kemi sugjerime që vinë nga leximtari, edhe sugjerimet vlen jo vetëm për ne këtu në studio, por edhe për gjithë ju që po na dëgjoni qoftë nga makina, qoftë përmes rrjeteve tona sociale. I shohim dhe pastaj rikthehemi sepse na presin ende shpjegime të tjera lidhur me muzikën.